Sali Berisha kur I mori partinë dhe njëherë, sa në këtë parti tha nuk do ketë kur, po themi, përjashtime ose vetë përjashtime. Por po e detyron Salianin të vetë përjashtohet. Pse e komentojnë qytetarët? Sepse po të shohësh sot Salianin sikur e ka detyruar të vetë përjashtohet. Ndërkohë që ky I fundit asnjë është në dieni për këtë. Dhe si është kjo ndjesia e të vetë përjashtuarit? Apo fshati që duket nuk do autobus? S'do kallahuz jo autobus. Problemet janë se natyra. I mjeri ki popull në kujt dorë kara për 35 vjetë. Jemi mashtru e jemi sakatu. Berisha tha, kur mori PD-n, tha nuk do përjashtojmë njerëzit nga PD-ja, po sot I detyron që të vetë përjashtohen, për shembull kemi rastin e Salianit. Po, Që sikur po e detyron të vetë përjashtohet. kujt I ti? Po kështu është çështja. Po, më që se diket pse pyet mu ti? Po unë du mendimin tatë po burr tash. Mendimi im e di vetë Berisha me Salianin. Po pra. Kaq. E thana me të bërë ka kodre lumit të tërë. Mos më ngatro fare me këtë, se unë jam pesimist nga të gjithë. Pesimist nga politika shqiptare, ha? Politika shqiptare është mashtrim. Për çaj sundo. Ata përsëri bashkë hanë dhe pinë. Si të majtë me të djathë, ti shkaj mu, unë shkaj ti, popullit qëroditit, pazarit I bëjnë bashkë për Pazarit I djathë. bëjnë ato hanë e pinë, e kuptova. Po bashkë. Si Rama Saliu jam vlezër. Vlezër natën edhe kundërshtar ditën. E kuptova. E para, e dyta, Saliu Bolojna. Në atë moshë që është ai, dhe me ato 4 urë që I kam pru ato të des, ai kur s'vjen për shtet. Kurse për saj për këtë Salianit, let vjetë shuniri, ta provoj mirë. Shqyqyr që erdhi dita që u shkput. Qa ndjesi e ka vetë përjashtimi, apo fshati që duket nuk do autobus? E perdo thëllë. Ah. Ja, perdo. E s'ka bëj shurën. Qa do thotë I pirdu, I bëshurën? E s'ka bëj shurën. Po qa do thotë? Nëse s'ka bëj shurën, bëj kakën. Bëj ka. Leni Sali Berishën, po në vetë. Sali Berisha është gjiganti I kombit. E kuptova. Mas të mallit që ai themelusi që është se s'do t'i vinë ma kombit shqiptar Ismail Qemalit, figura ma e madhe e kombit shqiptar, vjen mbreti Zok, vjen Sali Berisha dhe vetëm ata dinë të bëjnë shtet. Si e komentoni? Zero. Nuk kam koment fare. Që intereson fare, e? Nuk koment. Po ju e ndiqni politika shqiptare apo s'ju pëlqen? Politika shqiptare edhe më pëlqen, edhe s'më pëlqen. Si e komentoni këtë? Ja, ta japon koment. Unë jam një nga pjesëtarët e televizijës të 90-s, një nga themeluesit e PD-s me kontribut modest. Edhe që në atë kohë nuk ditëm që, sepse komunizmi nuk kishte kur ishte këm kryq. Kaluam nga komunizmi në komunizm. Kështu që besoj ta kam thënë përgjigjen e saktë. Dhe si është kjo ndjesia e vetë përjashtimit? Apo fshati që duket nuk do autobus? Fshati që duket, jo në çdo autobus, po s'do kallahuz, themi në të vjetër. Dakord? Ajo në Shqipëri as me shof s'do të ketë demokraci. S'ka ardhur kur demokraci. Po kjo është çka kemi? Kjo, gjuldi.